6 të dyshuar në aferën me botoks dhe filera të falsifikuara përfunduan në paraburgim. Policia ka arrestuar 2 persona, një nga Shkupi dhe një nga Gosivari, pasi kanë përdhunuar 2 vajza të mitura. BDI akuzon se pranë varrezave në Blac po ndërtohet një kazino, reagon Vlen, thos se grupi ka qenë arkitekt i kazinove. Qenë të ndasak janë bërë kërcënim për banorët e Kumanovës. Qytetarët kërkojnë siguri nga autoritetet. Përshëndetje nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. 6 të dyshuar në aferën me botoks dhe filera të falsifikuara përfunduan në paraburgim. Kompanitë e sektorit të shëndetësisë pranë lidhjes së odave ekonomike kërkojnë hetim dhe zero tolerancë për praktikë jo legale medicinale. Ndërkaq, Ministria e Shëndetësisë i bëri thirrje qytetarëve që të përdorin shërbim vetëm nga ofrues të autorizuar. Gjykata penale ka caktuar mas paraburgimi efektiv për 6 persona të dyshuar për botoksin dhe filerët e falsifikuar që u janë injektuar pacientëve në Maqedoninë e Veriut. 4 personave u caktuar masa e arrestit shtëpiak, ndërsa 9 të tjerë morën masa kujdesi. Ndërkohë, kompanitë e sektorit të shëndetësisë pranë lidhjes së odave ekonomike kërkojnë hetim transparent dhe zero tolerancë për praktika jo legale medicinale. Ata dënojnë fuqishëm të gjitha akuzat dhe veprime që tregojnë kryerjen e mundshme të trajtimeve të paligjshme mjekësore. Këto veprime, nëse vërtetohen nga institucionet kompetente, përfaqësojnë në shkelje të rëndë të etikës mjekësore, një kërcënim të drejtë për drejtë për shëndetjen e pacientëve dhe një minim të rëndë të besimit në sistemin e kujdesit shëndetësor. Për rastin është deklaruar edhe Ministria e Shëndetësisë. Ata shprehen se çdo veprim në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe standardet mjekësore do të jetë subjekt i procedurave përkatëse institucionale në bashkëpunim me organet kompetente. Apelojmë që të respektohen në mënyrë konsekuente normat profesionale dhe etike. Apel për qytetarët është që të përdorin shërbime vetëm nga ofrues të autorizuar dhe të licencuar të kujdesit shëndetësor. Njëkohësisht rikujtojmë parimin e prezumimit të pafajësisë. Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit njoftoi se janë arrestuar 14 persona përfshirë mjek nga Spitali Tesh Shtatori dhe Klinika e Dermatologjisë, si dhe pronar ordinancash private dhe bashkëpunëtor të tyre. Sipas njoftimit të prokurorisë, ekziston dyshim i bazuar se personat janë të përfshirë në vepra penale si bashkim kriminal, shkelje të drejtave të pronësisë industriale, përdorimi pa autorizuar i firmës së huaj dhe marrje rishveti. Në kallëzim përfshihen edhe 6 kompani. Gjatë vitit 2026, 7 të dyshuar formuan grupe kriminale me qëllim përfitimit të paligjshëm, duke përdorur kompani si mbulesë për aktivitetet e tyre. Ata siguruan produkte të falsifikuara nga Serbia, Korea dhe Turqia, të cilat i futën ilegalisht në vend për të shpërndarë dhe përdorur tek persona të tjerë. Një policë gjyqësor dhe një kurrier gjykate janë arrestuar pasi dyshohet se kanë marrë rishfet për të ndërmjetësuar lirimin e një personi të dënuar. Sipas prokurorisë, ata kanë përfituar 500 euro dhe 60.000 denar, duke premtuar ndikim në gjykata më të larta për një vendim lirimi. Një policë gjyqësori dhe një kurrier gjykate përfundojnë të arrestuar pasi kanë pranuar mito për një punë që i kanë kryer një personi të dënuar me qëllim lirimin e këtij të fundit. Sipas njoftimit të prokurorisë të dyshuarit, një oficer policie gjyqësore dhe një kurrier nga gjykata themelore penale e Shkupit, në periudhën nga gushti 2025 deri më 7 prill 2026, kanë marrë drejt për drejt një shpërblim në shumën prej 500 eurosh dhe 60.000 denarësh nga një dëshmitar për ndërmjetësimin e oficerit të policisë gjyqësore në gjykatat më të larta me qëllim marrjen e një vendimi lirimi. Dëshmitari i cili paraqiti ankesë kundër një vendimi të shkallës së parë në të cilin u shpall fajtor dhe u dënua me 1 vit burg, kontaktoi me kurrierin e dyshuar përmes një fqinji, i cili e referoi atë tek oficeri i policisë gjyqësore si një person që mund të ndërmjetësonte.
Oficeri i policisë gjyqësore, i cili ishte paraqitur si një person që ka punuar në gjykatë për shumë vite dhe ka kontakte me gjyqtar në të gjitha nivelet, mund të kërkojë që vendimi të zëvendësohet me një vendim lirimi. I bindur për ndikimin e tij, dëshmitari dorëzoi 500 euro personit që kryente dorëzimin në vitin 2025, në mënyrë që ato t'i dorëzoheshin nëpërmjet oficerit të policisë gjyqësore, një gjyqtari nga gjykata e apelit të Shkupit, i cili do të jepte një vendim lirimi nga akuzat. Gjatë vitit 2026, dëshmitari i pagoi oficerit të dyshuar të policisë gjyqësore 30.000 denar si shpërblim për ndërmjetësim. Pasi gjykata e apelit në Shkup konfirmoi vendimin e shkallës së parë, dëshmitari përmes avokatit të tij mbrojtës paraqiti një mjet të jashtëzakonshëm juridik para gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Më 7 prill të këtij viti, dëshmitari i pagoi oficerit të dyshuar të policisë edhe 30.000 denar si shpërblim për gjëra ndërmjetësimin para gjyqtarëve të gjykatës supreme, të cilët do të vendosnin për procedurën. Në 2 raste të veçanta, policia ka arrestuar 2 persona pasi kanë përdhunuar 2 vajza të mitura. Njëri rast ndodhi në Shkup, ku një 58 vjeçar përdhunoi një 13 vjeçare, ndërsa rasti tjetër ka ndodhur në Gostivar, ku një 29 vjeçar ka përdhunuar një të mitur. Rastin e ka incizuar dhe publikuar në internet. Një 58 vjeçar nga Shkupi është arrestuar pasi i njëjti dyshohet se ka përdhunuar një vajzë 13 vjeçare. Sipas njoftimit të policisë, i dyshuari 58 vjeçar e kishte fotografuar viktimën. SPV Shkup ka paraqitur kallëzim penal kundër JM 58 vjeç nga Shkup për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale përdhunimi një fëmijë nën moshën 15 vjeç. Policia informoi se 58 vjeçari më 15 prill 2026 në Shkup e ka përdhunuar vajzën 13 vjeçare dhe e ka fotografuar. Policia shton se të dyshuarit i është sekuestruar telefoni mobil dhe një vetur Mercedes. Personi është privuar nga liria dhe nga ai janë sekuestruar një telefon mobil dhe një automjet pasagjerësh Mercedes. Nga ana e gjyqtarit të procedurës paraprake, të dyshuarit i është caktuar masë e paraburgimit. Ndërkaq, policia në Gostivar ka arrestuar një 29 vjeçar nga fshati Zdunj, i dyshuar për përdhurimin e një të miture dhe publikimin e materialeve eksplicite në rrjetet sociale. Sipas denoncimit, ngjarja ka ndodhur para disa muajsh, ndërsa autori e kishte kërcënuar viktimën dhe familjen e saj. Gjatë bastisjeve janë sekuestruar pajisje elektronike dhe i dyshuari ndodhet në paraburgim. Qeveria e Hristian Mickoskit është e përbërë nga patriot të rem dhe plot me zyrtarë që mbajnë pasaporta bullgare. Kështu tha antari i Komitetit Ekzekutiv dhe sekretari për bashkëpunim ndërkombëtar i LSDM-s Andrej Zhernovski. Zhernovski kritikoi ashpër gjithashtu propozimin që më pas u tërhoq për të ndaluar shtetësinë e dyfisht për deputetët, duke shtuar se kryeministri Mickoski shkoi në parlament me një detektor të kuq për të kërkuar shtetësitë e dyfisht dhe për të provuar veten si patriot, por thotë se hoqi dorë kur u përball me realitetin brenda radhave të tij. Почва да подсвирнува детекторот во неговата партијничка група, па одлучи да не важи законот за двојно државјанство за овој состав, туку за наредниот парламентарен состав. Но не беше тоа најголемата белја. Најголемата белја беше кога со детекторот отиде во влада. Тамо што би рекол Миле Јанакиевски, почва детекторот да вришти и да пишти. Зато беше преполно со бугарски државјани. Односно да бидеме докрај отворени. Со се однесува до огромен број на члени на влада, тие веќе се во Европејскиот сојуз, затоа што имат бугарски пасоши. Но тоа мора да им го објаснат на граѓаните. Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate për shtyp informoi se kanë mbajtur mbledhjen e kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm. Në këtë mbledhje u diskutuan zhvillimet aktuale politike në vend me theks të veçantë në sfidat që lidhen me respektimin e marrëveshjes së Ohrit, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, si dhe tendencat shqetësuese që cënojnë balancën ndëretnike dhe funksionimin demokratik të institucioneve, thuhet në komunikat. BD informon se në mbledhje janë trajtuar edhe çështjet që ndërlidhen me organizimin e brendshëm partijak me fokus në konsolidimin dhe fuqizimin e strukturave në terren, si përgjigje ndaj dinamikave të reja politike.
Kryetari i Partisë Ali Ahmeti njoftoi kryesinë edhe për emërimet e kryetarëve të rinj të degave të Bashkimit Demokratik për Integrim, Bogovin Elez Ramadani, Jagunovc Valon Nuhiu, Shutori Zar Ilaz Leskovica. BDI akuzon se pranë varrezave në Blac po planifikohet ndërtimi një kazinoje dhe kërkon transparencë, ndalimin e punimeve dhe hetim të rastit. Kompania kërkon që të mos ja dëmtojnë imazhin, ndërsa koalicioni Vlen kritikon BDI-n për hipokrizi. BDI hedh akuza se pranë varrezave në Blac po planifikohet ndërtimi një kazinoje. Parcela sipas tyre është në pronësi të kompanisë Flamingo Casino. Sipas Imrane Veliut nga BDI, nëse konfirmohet se aty po ndërtohet objekt për veprimtaritë e lojrave të fatit, thotë se kemi të bëjmë me një nga vendimet më të papërgjegjshme dhe më fyese ndaj ndjenjave të qytetarëve. Me këtë rast, parashtruan disa kërkesa. Me njëherë të publikohet destinimi real i objektit dhe gjithë dokumentacioni përkatës, të ndalen punimet deri në sqarimin e plot të këtij rasti, të hetohet se si është të lejuar një veprimtari e tillë pranë varrezave dhe të respektohet vullneti dhe ndjeshmëria e njerëzve që jetojnë në atë zonë. Për këtë ka reaguar kompania Makoten, brendi së cilës është Casino Flamingo. Përmes një reagimi me shkrim ata bëjnë apel që të ndalohen, siç thon, tentativat e fshehta për të abuzuar me siç e quajnë brendin e famshëm botror Casino Flamingo në preokupimet politike ditore, me qëllim që të shmanget dëmtimi pa bazë i reputacionit të korporatës. Casino Flamingo nuk viziton parcela ndërtimi, as nuk merret me planifikim urban. Çdo pretendim se synojmë të shkelim dinjitetin e dikujt ose të rrezikojmë tokën ku ka varreza është shpifje e pastër që manipulon në mënyrë të palejueshme ndjenjat më të thella fetare për interesa mizore politike. Ndërsa BDI-s i reagoi edhe koalicioni shqiptar qeverisës Vlen. BDI po mundohet të manipuloj me tema që veti ka prodhuar për vite me radh. Ironia është brutale. Ata që për vite e kthyen industrinë e lojrave të fatit në ark politike, sot stillen sikur nuk dinë gjë. Absurd që nuk pi ujë. Ndërsa BDI e pyeti këtë të fundit se pse kjo qeveri tërhoqi ligjin me të cilin premtonte largimin e lojrave të fatit nga afërsia e shkollave dhe zonave të ndjeshme. Ministria e Shëndetësisë ka shpallur procedurën e prokurimit publik për 100 automjete të reja të ndihmës së shpejtë, të pajisura me aparaturë të avancuar mjekësore për institucionet publike shëndetësore në të gjithë vendin. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu njoftoi se vlera totale e investimit është 461.250.000 denar dhe aktualisht është në vijim afati ligjor për dorëzimin e ofertave. Furnizimi me 100 automjete të reja të ndihmës së shpejtë do të përmirësojë ndjeshëm kapacitetin e sistemit shëndetësor për reagim në raste urgjente dhe do të mundsojë ndërhyrje më të shpejtë dhe më efikase, si dhe transport të shpejtë dhe në kohë të pacientëve drejt institucioneve përkatëse shëndetësore. Për këto automjete është parapar pajisje mjekësore avancuar, ndërsa shpërndarja e tyre në institucionet në të gjithë vendin do të sigurojë mbulim më të mirë në të gjitha zonat, veçanërisht në ato rurale, theksoi Aliu. Në disa lagje të Kumanovës, banorët po përballen me kërcënimin e jetës nga qenë ndacak. Së fundmi ka ndodhur një incident ku një qenë ndacak në oborrin e shkollës gjatë kohës së pushimit ka sulmuar një nxënës të klasës së 5. Qytetarët që folën për televizionin Shenja kërkuan nga autoritetet ofrimin e sigurisë. Ndërkohë zyrtarët komunal thanë se po përpiqen ta zgjidhin problemin, ndërsa kanë shpallur tender për strehimin e qenëve ndacak. Qenë të ndacak po vazhdojnë të jenë një shqetësim i madh për qytetarët. Sulmet ndaj kalimtarëve po shkaktojnë frikë dhe pasiguri, nga ku rasti i fundit ku një fëmijë në oborrin e shkollës e ka kafshuar një qenë ndacak ka shkaktuar edhe më shumë panik në vend. Ky rast i ndodhur në shkollën fillore Toli Zordumis në Kumanov ka rikthyer në vëmendje nevojën për një menaxhim më të organizuar ndaj qenëve ndacak, mbase sterilizim, vaksinim dhe siguri më të shtuar. Më 21 prill ka ndodhur një incident ku një qenë ndacak në oborrin e shkollës gjatë kohës së pushimit ka sulmuar një nxënës të klasës së 5. Nxënësi është me lëndime. Kanë reaguar mësimdhënësit dhe personeli teknik që ka qenë aty në atë moment. Pasi janë larguar qenë, nxënësi ka qenë dukshëm i shqetësuar
interesuar. Është thirrur prindi për ta dërguar fëmijën në mjek, që ta shohë se për çfarë lëndime bëhet fjalë. Familja kërkon reagim urgjent nga institucionet kompetente dhe ndërmarrjen e masave konkrete për largimin e qenve endacak nga hapësirat publike, veçanërisht nga ambientet shkollore. Ndërkaq, ky rast ka ngritur edhe shumë shqetësim edhe tek prindërit e tjerë. Po shumë herë ka ndodhur raste këtu në këtë shkollën e tonë, këtu ku bim fëmijën, për shkak me veturi bim na këtu, se këta janë fëmijë të vogël, mund mi ka fshue, sikur që kanë ka fshue para disa ditëve shembull Bjallafi këtu, megjithëse nuk kanë edhe kujdes, nuk ka edhe domethënë këtu sa duhet edhe njerëz kështu për interesimi se hinë edhe në mrena, në borë hinë mrena të shkollës. Se të atë më rrezikshme mos ka ti pe bjen shkollën, te shkolla pe bjen fëmijën sikur çish duhet, po kthehet i lënduma, po ndoshta edhe shkon, nuk u dihet shembull se ato që shkajon pa vaksina shkajon, ato janë shumë të rrezikshëm janë. Nuk është në rregull, duhet mi përcjell këto senet pa më parasysh shembull Pjellafi, çdo drejtor ose si shtet duhet mi përcjell këto senet. Po të bëri shkollët edhe para spitalit, kjo është shumë gjë e keqe. Në mëngjes po duhet mi punu në shkollë. Në drek çashton, në akşam çashton, edhe shumë jemi në zor për çama. Besoni se fëmijën e kam me trauma. Mos ka koni kalimtar të kalu, akon të më hangur fëmijën qenë. Po masa duhet mirë mi konë të në polici, mi konë kasë në komunë, të drejtori këto, kur kush nuk marë masa. Çfarë përgjigje ju kanë dhënë ato? Po thonë që duhet bëhen të kur kush nuk merr përgjegjësi. Duhet me bëhen deri zgjidhje tjetër. Jo veç kur janë votimet me ardh mas neve me nga, edhe na duhet me bëhen mas fëmijëve. Ndërkaq, drejtori i shkollës Dejan Mladinovski thotë se problemi nuk është tek shkolla, por jashtë shkollës, kryesisht tek institucionet. Komuna e Kumanovës, MPB, Ministria e Arsimit, por para së gjithash tek Inspektorati për Mjedisin Jetësor. Sipas tij, nuk ka vend për panik që nxënësit të mos vinë në shkollë. Unë nuk do të pajtohesha me ju se nuk ka siguri në shkollë. Pse? Sepse në shkollë të paktën për shkollën qendrore ka disa hyrje për nevoja urgjente. Unë si drejtor kam reaguar të institucionet kompetente, kam marrë njoftim para 2 muajve se në rrjedhë është shpallje tenderit për operator, i cili do t'i strehoj. Unë në ndërkohë gjatë çdo denoncimi të prindve dhe mësimdhënësve, kontaktoj sërish me komunën e Kumanovës, me repartin inspektues i cili kujdeset për këtë. E kam informuar gjithashtu edhe MPB-n. Para 2-3 jave kam biseduar edhe me inspektorin për mjedis jetësor në komunën e Kumanovës. Ai më informoi se tenderi veç më ka përfunduar dhe se ka operator ekonomik që kujdeset për këtë. Ndërkaq, udhëheqësi i sektorit për mbikëqyrje inspektuese në komunën e Kumanovës, Boban Bojkovski, thotë se në përputhje me ligjin, komuna e Kumanovës ka shpallur tender dhe Instituti i Veterinerëve Todor Velkov e ka fituar atë tender për strehimin e qenve endacak. Gjithashtu bëhet plan 2 vjeçar për strehimin e qenve në hapësirën publike të qarkullimit dhe tani shkohet sipas atij plani. Nga 12 marsi vitit 2026 ne kemi marrë tender dhe nga ajo periudhë ne në mënyrë intensive bëjmë grumbullimin e qenve, posaçërisht në atë pjesë. Sa i përket hapësirës së oborëve, kompetencat janë ekskluzivisht të institucioneve. Njerëzit që kanë fituar tenderin sipas ligjit nuk mund të futen në obor. Pavarësisht shqetësimeve të qytetarëve dhe rasteve të përsëritura, problemi i qenve endacak mbetet ende i pasgjidhur plotësisht. Qytetarët kërkojnë masa konkrete dhe një menaxhim më efikas nga institucionet përgjegjëse. Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar 2 partive më të mëdha opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, t'i paraqesin së bashku 3 kandidat jo partijak për presidentin e ardhshëm të Kosovës, në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e parakohshme. LLV theksoi në Facebook se do t'i tërhiqte kandidatët e vetë, zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm Glauko Njufsan dhe deputeten Fatmire Mulhaxha Kolçaku nga gara për president, nëse 2 partitë opozitare i sjellin 3 emrat e kërkuar. Vetëvendosja tha se që të 3 kandidatët duhet të jenë figura unifikuese, me integritet të lartë qytetar e kombëtar, me kontribut të dëshmuar në jetën profesionale dhe shoqërore dhe jashtë skenës aktuale politike. Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit s'ka donë më 28 prill dhe nëse deri atëherë nuk zgjidhet një president, Kosova do të mbajë zgjedhje të reja brenda 45 ditësh.
Thesari SBA-s tha se po zgjeron atë që SBA-ja e quan operacioni Economic Fury kundër Iranit. Scott Bessent, sekretari thesarit i Donald Trumpit, sapo ka njoftuar masa të reja që synojnë ekonominë iraniane. A njoftoi se SBA do të vazhdojnë të degradojnë sistematikisht aftësinë e Teheranit për të gjeneruar, lëvizur dhe riadhesuar fonde. Masa e re kryesore duhet të jetë sankcionimi një numri portofolesh kriptomonedash dhe me lidhje me Iranin, për të cilat thesari thotë se do të ngrinë $344 milion në kriptovaluta. Ne do të ndjekim para që Teherani po përpiqet me dëshpërim të nxjerrë jashtë vendit dhe do të synojmë të gjitha linjat financiare të lidhura me regjimin, shtoi Bessent. Ndryshe Irani dëshiron të flasë dhe të bëjë një ofertë që synon të përmbush kërkesat e SBA-s, sipas presidentit amerikan Donald Trump. Ata po bëjnë një ofertë dhe do ta shohim, deklaroi Trump. Sipas dhënësit të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, Reza Telaini, shumica e kapaciteteve raketore të vendit kanë mbetur të papërdorura gjatë luftës me SBA-n, transmeton Anadolli. Ai pretendoi se forcat iraniane ruajtën e përsinë gjatë gjithë konfliktit. Forcat tona ruajtën e përsi të plot ajrore mbi territoret e pushtuara të entitetit sionist izraelit dhe një pjesë e kapaciteteve tona raketore u përdor gjatë luftës 40 ditore, theksoi ai. Se përket përplasjeve detare, Telainik pretendoi se anijet luftarake armike u tërhoqën vazhdimisht qindra kilometra larg nga deti i Omanit në përgjigje të veprimeve vendimtare të forcave iraniane. Transporti detar përmes ngushticës së Hormuzit është ndërprer rënd që nga fillimi luftës nga SBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt, duke tronditur tregjet globale në energjinë dhe duke rritur frikën për dëme të zgjatura ekonomike. Në bregun perëndimor dhe në qytetin Deir al-Balah në rripin e Gazës po mbahen zgjedhjet lokale. Komisioni qendror i zgjedhjeve i Palestinës njoftoi se rreth 1.3 milion votues kanë të drejtë të votojnë përmes 491 qendrave të votimit, të cilat përfshin 1922 vendvotime. Kjo shënon gjithashtu herën e parë në 22 vite që mbahen zgjedhje komunale në Deir al-Balah, një nga qytetet relativisht më pak të dëmtuara në enklav gjatë luftës 2 vjeçare gjenocidale të Izraelit. Qendrat e votimit u hapën orën 7 me kohën lokale dhe do të mbyllen orën 19 në bregun perëndimor, ndërsa në Deir al-Balah do të mbyllen orën 17. Zgjedhjet përfshin gjithsej 183 komuna, 90 këshilla komunale me 3773 kandidat në garë, si dhe 93 këshilla fshatrash me 1358 kandidat që konkurrojnë për ulse. Shikues të nderuar, kjo ishte gjitha, ndërsa bashkë do të shihemi edhe në edicionin qendror. Deri atëherë, miru të kufshim.